kriza moderne dhe prishja e marrëdhënieve midis Iranit dhe Shqipërisë. Marrëdhëniet tensionohen ndjeshëm pas vitit 2013. Shqipëria strehon në teritorin e vet organizatën opozitare iraniane MEK dhe kjo konsiderohet kërcënim serioz për Teheranin. Çashtu e ka klasifikuar Teherani. Kulmi i prishjes së raporteve shqiptare si shtet dhe iranianëve si shtet arrin në vitin 2022, kur Shqipëria akuzon Iranin për sulm kibernetik, ndërprejnë marrëdhënie diplomatike e dëbon ambasadën iranane atje, dhe sot Shqipëria dhe Irani nuk kanë marrëdhënie diplomatike efektive ose aktive. Ekonomia, shikuar nga perspektiva ekonomike, raportet tregtare shqiptaro-iraniane janë shumë të kufizuara, pa ndonjë volum që vlen të theksohet, edhe për shkak të largësisë, edhe për shkak të raporteve të tjera. Shqipëria është pjesë e kampit perëndimor. Shqiptarët aspirojnë të jenë pjesë e botës perëndimore, ndërsa Irani është në konflikt me perëndimin. Pra, kemi një përplasje strukturore tani, mos them kulturore, strukturore, politike, geopolitike, geostrategjike midis dy kombeve. Lidhjet kulturore, tash këtë fjali, islami, bektashizmi, gjuha persiane që i përmena përpara, e krijojnë një afërsi midis dy popujve, por identitetet moderne politike, nevojat, dinamikat strategjike të kohës moderne i kanë dobësuar skajshmërisht këto lidhje. Pra, marrëdhëniet nuk kanë qenë kur strategjike, por kanë qenë simbolike, kulturore midis shqiptarëve dhe persianëve. Si përfundim, miq, marrëdhëniet shqiptaro-iraniane kanë qenë më shumë kulturë